Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, i përshëndesim me selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira Allahu xhalla shanuhu qoftë mbi gjithë ju. Sot kemi zgjedhur për temë një temë e cila me të vërtet i prekupon shumë shoqëri në botën moderne. Një temë e cila me të vërtet është bërë katastrofë për mbar njerëzimin. Por për më shkuar neve larg vendit ton, do themi se kjo pjesë e katastrofës na ka kapur edhe shoqërinë tonë kosovare, shoqërinë tonë në përgjithësi. Kemi fjalën për një krim i cili dita ditës po merr për masat e veta dhe po përhapet. Ai krim është kurvëria apo zinaja, siç është e njohur në popullin ton. Duhet kemi parasysh se në këtë krim, të cilin e ka kapluar botën, na ka kapur edhe neve. Prandaj neve duhet që t'i qasemi këtij problemi me vetëm dëshirë që të eliminojmë neve këtë gjë dhe të largohemi nga ky ves apo nga ky krim i cili na ka goditur neve. Sigurisht se çdo shoqëri do të jetë e shëndosh. Andaj shoqëri e shëndosh është obligimi i gjithë neve që të miremi me atë shoqëri dhe të eliminojmë gjithë ato dukuri negative të cilat na kaplojnë neve. Tham në fillim se kjo dikur ka qenë e izoluar në shoqërinë tonë, pra në një rreth të ngushtë, po dhe nëse ka pasur në rrethe të ngushta dhe nuk ka qenë e përhapur apo e lajmëruar ashtu siç neve sot po e shohim në këto përmasa. Një shoqëri e cila nderin, namuzin e ka pasur mbi gjitha, por fatkeqësisht dita ditës një gjë të tillë neve po e humbim dhe po e shohim ato katastrofa cilat po ndodhin në vendin tonë. Prej katastrofave cilave neve na ndodhin në shoqërinë tonë është se kjo dukuri, pra kurvëria apo zinaja, prostitucioni, ka pasojat e veta negative. E para e saj është se me një marrëdhënie të jashtëligjshme, dalë rezultati i saj na del neve që të kemi plot fëmijë të cilët hudhen nëpër kanta të borllogut, kemi plot fëmijë të cilët i gjejmë nëpër dyrë të xhamive apo kishave e të ndryshme. Përveç kësaj, smundje të mëdha të cilat e kanë goditur për shkak të kësaj dukurie, shoqëri të mëdha të botës, po të cilat vetëm kanë filluar për hapën më të madhe edhe në mesin tonë. Pra si smundje të tillë kemi sidën, e cila në vit apo e cila tash për tash shifrat e të smurve me këtë smundje arrin në 34 milion. Dhe prej tyre çdo vit vdesin 3 deri në 4 milion apo edhe më tepër, statistikat të cilat këto gjithmonë nuk janë të sigurta. Pejgamberi ynë, mësuesi ynë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, na ka tërhekur vërejtën neve për këto gjëra. Dhe na tregon neve se në një vend ku përhapet kurvënia, pra zinaja, aty nuk mund presim tjetër vetëm se smundje të ndryshme të cilat Allahu xhalla shanu i dërgon si rezultat i degenerimit të njerëzve, si rezultat të devijimit të njerëzve. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma dhahara fi qaumin qat al-fahisha fa'alanu biha illa dhahara fihim at-ta'un wa intasharat fihim al-amrad allati lam takun fi aslafihim. Në një popull ku përhapet këndysir, pra kurvënia, dhe ato e shfaqin ata, pra bëjnë haptas, aty do të dalin smundje të ndryshme, të cilat nuk kanë qenë para tyre. Dhe shumë hadithe tjera të pejgamberit alayhi salatu wassalam ku na tërheq neve vërejtën pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe më e keqja është ajo kur dënimi i Allahu xhalla shanu vjen si rezultat i kësaj dukurie të cilën neve po e shohim çdo ditë në shoqërinë tonë.
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha dhahara az-zina war-riba fi qaumin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Nëse në një popull përhapet zinaja dhe kamata, ata ja kanë lejuar vetës dënimin e Allahut xhalla shanuhu. E shumë hadithe tjera cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar. Islami është kujdesur që shoqëritë të jenë të shëndosha. Andaj për këtë edhe kur vin apo zinan i ka qitë pengesa cilat neve nuk duhet dhe nuk mund të arrijmë deri te ato. Në thot Allahu xhalla shanu në Kur'an, wala taqrabu zina, mos ju afroni amoralitetit, kurvnis apo zinas. Nuk na ka thonë neve Allahu xhalla shanu mos bëni zina, por gjitha shkaqet cilat na çojnë neve deri te ajo, neve duhet t'i largohemi. Ato shkaqe janë të shumta të cilat neve na çojnë deri te kjo ndytësirë, deri te kjo fllishtin, e cila na ka goditur shoqërinë tonë, e fatkeqësisht pasojat e saj kemi filluar ti vrejmë dita ditës. Si shkaqe të cilat neve na çojnë në këtë janë shiqimi. Pra, fillon nga shiqimi, për cilin Allahu xhalla shanuhu na ka tërhequr vrejtën neve që ti mbyllim neve shiqimet tona. Thot Allahu xhalla shanuhu, pra me këto fjalë drejtohet pejgamberit alayhis salam, duke i thënë qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Thuaju besimtarve ti mbyllin sytë e tyre. Pra ti mbyllin sytë e tyre nga gjërat të cilat atyre u dalin përpara, e të cilat na çojnë neve në këtë gjë të dytë. Gjithashtu, për gjërave të cilat neve na duhet që të kemi kujdes dhe të ruhemi atyre është të ruhemi përzierjes. Pra përzierjes me gra, me femra, kjo përzierje e cila na çon neve në biseda të ndryshme, në takime, në lëshim të fjalëve, në lëshim të muhabeteve, e më pas vjen edhe deri te takimet, më pas vjen deri te më e keqja. Por a ka thua ilaç ky ves apo ky gjest? Padyshim se ilaçi i këtij është ai ilaç është që pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson neve më së miri. Kishte shkuar një djalosh te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe po i thot: ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, më lejo kurvnin, më lejo amoralitetin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po i thot: po, vetëm se a lejon ti një gjë të tillë nënës tënde? Ky djalosh i prekur thellë nga ajo që i tha pejgamberi sa më tha kur. Tha, a ja lejon ti këtë motrës tënde? I tha kur. A ja lejon tezës? Kur. Hallës? Kur. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kështu edhe njerëzit nuk ja dëshirojnë një gjë të tillë nënës vet, motrës, hallës, tezës. Pra, mandej pejgamberi alayhi salatu wassalam pe merr dorën e tij të ndershme dhe pe vend gjoksin e këtij djaloshi dhe po e bën një dua, një lutje, i thot: o Zot, bënja amoralitetin të urrejtur. E ky djalosh mandej po tregon, po thot se në jetën time nuk ka pas gjë më të urrejtur se sa amoraliteti, kurvnia. Nuk ka pas gjë më të urrejtur se sa amoraliteti apo kurvnia. Shoqëria jon shqiptare në përgjithësi për këtë punë, për këtë çështje të nderit, të namuzit, dikur kanë gjujtur edhe armë. Pa ajo çka neve kërkojmë sot, jo gjuajmë armë, por derdhim energjinë tonë, angazhimin tonë, që një shoqëri tonë ta edukojmë në frymën e këtij dini, cilin Allahu xhalla shanu kërkon që familjet të jenë të ndershme, që kërkon prej neve të jenë të pastërta, në mënyrë që jetën tonë ta vazhdojmë të qetë, në mënyrë që jetën tonë ta vazhdojmë sa më mirë, në mënyrë që ta takojmë Allahun xhalla shanuhu, të dalim faqebartë para tij, pastër nga këto mëkate të cilat me të vërtet njeriu e shumtojnë në këtë botë, e shumtojnë edhe në botën tjetër, sepse një zinaçar, një amoralist i cili vrapon pas femrave tjera, ajo nuk është i dashur në tokë, por nuk është i dashur as në qiell. Një njeri i tillë as që mundet dikush t'ja hap derën atij dhe t'i thot bujrëm se po të presën konakun tim. Ai është i urrejtur në rrugë, i urrejtur të futet në shtëpi, i urrejtur gjithkund. Prandaj është obligim i shoqërisë tonë që fëmijët tonë t'i edukojmë në pastërti, t'i edukojmë në ndershmëri, në mënyrë që
këtë botë tonën ta kalojmë ashtu siç Allahu xhalla shanuhu kërkon prej neve. Pra, gjithashtu kujdesin më të madh që duhet t'ja kujtojmë neve është te shtresa e femrave, të cilat po shifat se dita ditës nuk i kemi në kontroll, nuk i kemi në edukat. Prandaj është obligimi ynë që energjinë tonë më të madhe ta e derdhim pikërisht në edukimin e femrave tona, sepse po e shohim dita ditës se çfarë lakurësie po ndodh në vendin tonë. Nuk mund ta dallojmë sa jemi në Durrës apo jemi në qytet. Nga ajo se si veshen ato, si duken me pamjet e tyre. Prandaj me të vërtetë është për të na ardhur keq se si mund t'i lejojmë neve vetës që brezi ynë, pra rinia e ardhmja jonë e Kosovës, qofshim meshkuj apo femra, të na humb neve në këto rrugë, e më pas kur arrin një moshë të tyre, shohim për çudi se ata nuk kanë të ardhmët të tyre. Nuk mund të martohen për shkak të kalurës tyre të zezë që kanë pasur për një kohë. Ajo koha është kur ata kanë qenë adoleshent apo të ri dhe nuk i kanë paragjykuar këtë gjëra se mund të ndodhin jetën e tyre në të ardhmen. Pra mos bëmi neve shkaktar, për shkak se nuk i edukojmë ata, t'ja u shkatrojmë atyre jetën e tyre në të ardhmen, mos mund të martohen, mos mund të kenë fëmijë, mos mund të kenë familje, mos mund të kenë rreth, sepse ata janë gjithmonë të urrëtur dhe të padëshiruar në mesin e shoqërisë tonë. Lutim Allahun xhalla shanuhu që ta përmirësojë shoqërinë tonë, një shoqëri e cila dikur ka qenë nga kjo dukuri e pastër, por me kalimin e kohës na ndodhi edhe ajo, pra kjo që po shohim neve në shoqërinë tonë, na kapi një virus që ishte dikur në vende të tjera, na erdh edhe neve, prandaj të punojmë së bashku që këtë virus ta largojmë nga shoqëria jonë dhe të kemi një rini të shëndosh, një shoqëri të shëndosh, me një tarme të shëndosh për neve. Lutim Allahun xhalla shanu që këto ditë të muajit të bekuar të Ramazanit pranoj ibadetet tona, cilat janë të shumta dhe cilat duhet i shpeshtojmë neve edhe më tepër në këtë muaj, në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhalla shanuhu dhe të meritojmë xhenetin e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.